Pron, duket se momente jo dhe aq të lehta në perceptimin publik kosovar, veçanërisht për Aleksandar Vučić, që mund të ketë dhe probleme me gjykata ndërkombëtare nëse ka bërë shoqëruesi në turet e gjuetisë së qenieve të gjalla dhe njerëzve në Sarajevo, siç janë fakt edhe disa personazhe shumë të pasur në Itali, dhe ky është skandali më i fundit, por gjithashtu edhe për kryeministrin Rama. Ma bëj një kronologji të shkurtër të perceptimit për Ramën mes shqiptarëve të Kosovës. Po fillimisht nuk shamon me çështjen politike, por po e jap edhe perceptimin. Shqiptarët e Kosovës e dojnë se cilin kryeministër të Shqipërisë njëjtë. Për neve është njëjtë, se cili kryeministër i Shqipërisë është kryeministër i një shteti tjetër, po i kombit ton. Edhe dashtëm apo s'dashtëm ne, impakti i kryeministrit Shqipërisë është shumë i madh në të gjitha trojet shqiptare, duke marrë parasysh se është edhe shteti am jone. Në perceptimin publik, Rama ka një admirim në Kosovë në aspektin e rrugës që Shqipëria bën apo proklamohet se po bën drejt Bashkimit Evropian, diçka që ne kemi ndjesur në vitet e fundit, kështu që në këtë kontekst imazhi i Ramës është pozitiv në Kosovë. Sa i përket çështjes që profesori elaboroi fillimisht, i them profesorit se Rama është kryeministri i Shqipërisë, jo i Kosovës. Dhe sipas Bashkimit Evropian, rruga e Serbisë për në integrimin në Bashkimin Evropian i është në qartë se kalon nga Kosova dhe nuk kalon nga Edi Rama. Andaj edhe roli i tij pa mbështetjen politike të Kosovës është i zbehtë në këtë kontekst. Që nuk do ta bëj as më sa po e bën jo aktualisht Ramën në raport me integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, një parafrim i Serbisë me Shqipërinë në kuptimin politik dhe diplomatik, besoj se është diçka e mirë për Kosovën. Duke marrë parasysh se ne kemi fituar Kosovën, lufta ka përfunduar. Kosova e ka sipërfaqen 10.878 km², edhe sipas ligjit të fundit të Ministrisë së Mbrojtjes amerikane për interesat në Ballkan, Kosova njihet në këtë sipërfaqe, në këto kontura. Do nuk besoj se Rama apo ndonjë politikan tjetër i Ballkanit ka fuqinë që ta ndajë Kosovën. Prandaj duke i marrë parasysh këto fakte, secili parafrim me Serbinë, i Ramës apo i ndonjë politikani tjetër shqiptar në këtë moment, është pozitiv për Kosovën dhe hap i mirë drejt njojës, për arsye se ne kemi fituar luftën. Mendimin e ndërkombëtarëve po e fituam dhe e gëzojmë këtë sipërfaqe toke. Dhe unë jam komplet kundër ndarjes së Kosovës, sepse Ujmani ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Ne e dimë se në të ardhmen lufta do të bëhen për ujë, po një çështje tjetër. Pozicioni i Ramës ka qenë goxha proaktiv ndaj atij projekti. Tani Flavio, impakti cili ka qenë, sepse profesori tha se ne nuk do t'i shikojmë politikanët nga ajo çfarë thonë, po nga ajo çfarë bëjnë. Dhe në këtë kontekst ai nuk bëri asgjë, sepse asgjë nuk ndodhi. Kupton? Por duke nisur prej kësaj, unë mendoj se nuk ka një rol të madh. Me gjitha mjetët u përpoq bashkë me Thaçin. Ne e dim të. Po tani profesor, ne e dim se cili është realiteti aktual. Unë nuk po them se ju jeni gabim çfarë po flisni. Unë po merrem me aktualitetin real, me realitetin e momentit. Pra, sot Kosova e kontrollon pjesën e veriut të Kosovës, sidomos pas sulmit të Banskës, dhe kjo është një fakt. Fakti tjetër është se edhe Ministria e Mbrojtjes apo si është ajo i dërgoi interesat amerikanë në Ballkan. Plus është një çështje tjetër ku përfshin në fakt Kosova si të nësi, plus është një çështje tjetër, kisha një intervistë me politikanin e mirënjohur serb Dušan Janić, atje thuhet se në një non-paper i është afruar, pra qarkullon tani më në duart e Serbisë për njohje reciproke nga Serbia dhe Kosova. Pra Kosova ta njeh Serbinë dhe vazhdojnë tutje, kështu që këto zhvillimet për cilat po flisni ju dhe zhvillimet që po luhen në prapaskenë gjithmonë sipas personazheve ndryshme politike serbe të cilat i intervistoj her pas here, nuk korrespondojnë me